Fermerët e zonave të fshatit Polizhan të bashkisë Dimal po përballen me vështirësi në shitjen e prodhimit të shalqerit. Sipas tyre, një pjesë e madhe e prodhimit po mbetet pa u tregtuar, ndërsa çmimi i ofruar nga grumbulluesit është shumë i ulët dhe nuk mbulon kostot e kultivimit. Ata shprehen se kanë investuar gjatë gjithë sezonit në far, ujitje, plera dhe punime bujqësore, por në fund të sezonit po e kanë të pamundur të sigurojnë fitimin. Në disa raste fermerët thonë se janë të detyruar të shesin prodhimin në anë të rrugës, ku pjesa më e madhe ka mbetur në ajër, pasi shitja me çmimet aktuale u sjell humbje. Fermer pothuajse së shalqerit në këtë zonë jashtë kamerës ngren edhe një tjetër shqetësim. Sipas tyre, përdorimi i pakontrolluar i kimikateve nga një pjesë e kultivuesve në disa zona ka ndikuar negativisht në besimin e konsumatorëve, duke ulur kërkesën për shalqerin vendas. Fermerët kërkojnë më shumë kontroll mbi përdorimin e produkteve fitosanitare, si edhe politika mbështetëse që do të mundsojë një treg më të sigurt dhe një çmim të drejtë për prodhimin e tyre. Ata paralajmërojnë se nëse kjo situatë vijon dhe në sezonet e ardhshme, shumë kultivues mund të heqin dorë nga mbjellja e shalqerit, duke rrezikuar një nga kulturat bujqësore më të rëndësishme të zonës.